Banorët nuk na dëgjojnë në shtëpi, pas pak do të lidhesh edhe ti. Por, desha me pyet, a ka dikush aty që ta zgjon interesin? Te Grande Fratello e kam fjalën. Për edhe mashkull, po, okej, po mashkull. Se këta doja me pyet. Jo. Mendjen time e kam diku tjetër. Dhe nuk është këtu. Ku e ki mendjen? Mos folma. Jo, okej, ka qëllëm. Tu jemi edhe me Jonidën, me Oltën, edhe me Leonorën. Vetëm desha me fol paka shumë rreth asaj se sa është e rëndësishme ky transfer i Big Brotherit të Kosovës për Kosovën në Grande Fratello, sepse është edhe një mundësi shumë e artë, e mirë, e PR-it që po i bëhet, sepse për Kosovën është folur këtu 4-5 ditë gjithandej edhe në Grande Fratello. Është folur për Kosovën, Dolçe ke bërë një punë të shkëlqyer, unë të kam ndjekur, e gjithë Italia të do, të duan shumë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë se jam e bindur që kur të vish këtu në shtëpinë tonë, në Big Brother Kosovë,